në momentin që se ishin rreshtu këta ministrat që do shkruanin aty të libri për shtypjeve dhe i lajmëron protokolli që po vjen kryeministri dhe këta ikën gjithë me vrap. Duhet t'i kesh në kamera që shkojnë vendosen në vendin e tyre. Si prit çikse, nuk mund të thosh këtu te dekalogut i gjëra. Po ma ajo ndodhi. Në momentin që thanë që po vjen kryeministri, ishin në radhë këta se do në shkruanin të libri për shtypjeve. Ishin akoma një pjesë e ministrave që kishin ngelur, kishin në shkruar mos gaboj Zonja Balluku, Niko Peleshi, ambasadori Katarit, zëvendës ambasadori OSBE-s, disa këta. Unë isha aty me Bedrim Merhori në këmbë. Erdhi kryeministri thënë. Erdhi protokolli thotë po vjen kryeministri dhe këta ikën e lanë radhën dhe shkonë vendosën atje tek vendi në anën tjetër sallës ku ja kishte lënë aty. Në atë moment kur po vjen kryeministri aty një zonjë vjetër aty e cila shkon dhe takon Xhoin dhe po qan dhe i thotë unë kam qenë shoqe klase me Fatosin. Po këtë takoi? Familjen. Familja, po. Dhe ishin njëri thjesht ishte. Kush ishte ajo? Nuk e di. Një zonjë ose një. Po këta ministrat ja fut me vrap. Po, sigurisht. Me vrap, ë? Po sigurisht. Po pse çfarë ti ikri kështu avash ata? Po si mund të ikri? Normal. Vinte kryeministri Rama dhe ti ikri. Po vinte kryeministri normal. Po edhe po them që erdhi. Jo, prit. Erdhi kjo zonjë që në rast me Nano nuk do të thë kështu do të. Jo, erdhi kjo zonjë. Erdhi kjo zonjë e cila ishte në punë vetë, halët vetë, ishte edhe smurë me sa duket. Kisha ardhur nga ana tjetër e qytetit, vetëm që t'i bënte respektin Fatosinit. Pas në klasë, punë në shkollë mesme, të lartën. Po besoj 8 vjeçar ose të mesme domethënë. Pra në këtë kishte shumë njerëz të ardhur nga rruga, shumë njerëz thjesht.